Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes drejt për së drejti nga valët e Top Radio dhe nga këto momente kështu e kuptoni, besoj se kë kam të ftuar, se gja e keni njohur edhe e keni mësuar gjatë ditëve të qëndrimit në Big Brother. Kam kënaqësinë të kem në studio Armir Tola, businessman, njëkohësisht ish banor i Big Brother VIP Albania 5. Mirë se vjen në program. Mirë se gjeta zotëri. Edhe dua të bëjmë me ty sot një bisedë totalisht madje këto fletë që janë këtu janë kështu tekste sponsorash. Orientale. Jo, janë tekste sponsorash, nuk kam shkruar orientale. Dua të bëj një bisedë të lirë, se e para kam përshtypjen që bën pjesë të personazhet edhe nga prezantimi jot në Big Brother, që nuk e ke kompleks të pyesin dhe të njohin pak për ti Big Brotherit, apo jo, që nga metafora që ti përdore, aty jam super VIP, besoj u kuptua gjithçka. Pyetja ime është super VIP, i panjohur fare, lart. Pyetja ime është kjo, Armir, edhe më shumë për efekt social, për të kuptuar pak natyrën tënde. Pse të duaj Big Brotheri? Pse e doje ti Big Brotherin dhe si u bëre pjesë e Big Brotherit? Okej. Duke qenë se unë jetë kam pasur dëshirë gjithmonë provoj vetëm gjëra të reja. Dhe thash me vete, thash një nga gjërat që s'kam provuar në Shqipëri kush është Big Brother, sepse më thonin gjithmonë që është një nga evenimentet më të larta, më me presion. Dhe realisht qelloi që ishte ashtu. Unë kam provuar shumë gjëra në jetë, por që të futesh Big Brother, ta di të gjithë që gjëja më e vështirë që mund të bëj ndonjëherë. Pa, se njerëzit nga jashtë mund t'japin këshilla, është lehtë, është kollaj, no chance. It's hard. Hard as shumë hard. Ti je nga Kuksi? Unë Kuksian. Pse nuk ishte shkatrues një Kuksian në Big Brother, siç edhe ti u prezantove në Big Brother, se nga shkatruesi, lejo ta tani të thumbojt nga smaj pak, përfundove në kuzhinë. Pra, nga shkatrus fillove duke gatuar, edhe i kam parë banorët të ditë që vuajnë për ushqim. Pra, han vetëm një gjë këtë ditë, vetëm makarona ose bukë me djathë, me kos, se nuk kam më kush i gatuan. Një minutë, më vjen shumë çudi për ato banorët aty, unë se di që han jashtë plak. Po unë me thon drejtën. Tani çfarë han jashtë? Mund ta mund të imagjinojmë. Ne imagjinojmë dot, por që aty brenda ato dhe makaronat nuk dimi i bo mirë. A kupton? Pyetje në Facebook. Çfarë han banorët? Çfarë han banorët? Po shumica han ca cookies që ka aty brenda, han patatina, por ato dhe bukës din me bo plak. A e pe këtë prajmë për shumë Miri, kishte hapur nga këto, po. Miri është katastrofë urbane, o shpirt. Miri le Tiranën urbane. Miri le qytetarët pa hongër bukë me qenë kryetar bashkie, a kupton? Katastrofë urbane. Shumë e frikshme kjo. Katastrofë urbane. Po e shija Miri në prajmë që kishte hapur një nga këto patatina dhe bën dy hysat mira këto dhe duke që ishte një njeri që kishte uri. O vlla, po s'ka hongër, do të ketë një 2 javë pa hongër tani, javë ca që kam dalun, a kupton? A e ke pas, je ke me vrap kur vin këto sponsorë në mbrëmje pas spektaklit? Që të han. Erdhi buka. Kemi kaluar një 30 vjet përpara, më duket, kur s'kishim me hongër bukë. Kam parë Vrenozin para së ditësh, kishte marr bukë, kos, edhe sheqer, se si, domethënë është shumë interesante kjo, sepse kur ishim ne, thoshte Vernozi, Armir, të lutem do na bësh diçka? Po, i thoshte Stine, do na bësh diçka? I bënte edhe Stine. Se s'kishte kush me bënë gjë me hongër plak, nuk e di. Jo, tani ai po ore të betohem, kishte mbushur atë tasin me shumë bukë, me shumë kos, me shumë sheqer. Nga ky lloj ushqimi, shif çka ka ndodhur me Vernozin. Kishte marrë këmish para se të hynte dhe i bënte. Kur 2 ditë para se dilja unë, provoj këmishën, i rrita 10 çotim po ardh këtu. Thash mos ha më bukë Vernoz, pse ngelet hongër vetëm bukë, ana i supë. Zoja të të interesante dhe shumë e Armirën jemi sot në program, edhe që po më thonë doja të provoj një gjë që nuk e kishe provuar, pra do të provoja diçka dhe pse dua të sfidoj veten gjithmonë, edhe pse unë merrem me biznes, unë vazhdoj ta sfidoj veten everyday dhe ishte një ndër sfidat më të vështira që unë kam provuar në jetë. E kupton, sepse në këtë lloj sfide truri nuk punon normalisht, por punon minimalisht herë 2, herë 3, herë 4. Është edhe truri është konflikt, dhe truri është në konflikt me veten e vet. Janë 2-3 direksione që njëra thot po, tjetra jo, goditje me njëra tjetrën.
Po nuk e kupton pra se edhe unë që kam provuar dhe them njerëzve që sapo ti futesh në atë derë aty, je thjesht në kashar, je shumë afër topit, a kupton, pak metra, ti futesh në atë derë aty dhe nuk e kupton më ku je pra. Nuk kupton ku je, nuk kupton sesin e kohës, nuk kupton se çfarë po mendojnë tjerët për ty, nuk kupton se çfarë mendon ti për tjerët. Është një ngarkesë shumë e lartë psikologjike. Dhe gjumi është jashtë normave që mund të bësh në jetë. Çfarë mendonin njerëzit të afërmit, familjarët kur ti shpreh dëshirën për të qenë pjesë e Big Brother? Domethënë kishin merakje, kishin porosi. Tani. Nuk s'ja s'do të mlente. Me përpjekjet e mia të bukura e realizova që t'ja mbush mendjen. Pastaj shumë shok mendonin pozitivisht, disa jepnin sugjerime, por në të vërtetë unë nuk mora asnjë sugjerim nga jashtë. Unë sepse unë përgjithësi bëj atë që bëj gjithmonë në jetën time. Edhe brenda u futa bëj gjithmonë atë që bëj në jetë. Kishte ca pengesa që unë më dolën gjatë rrugës, që edhe më bëni çik javën e fundit çik si të kështu të zbet. Dhe sepse unë kam edhe mundësi që të isha edhe më i egër, por që nuk më la për shumë arsye që unë realisht bëj dhe një, duke qenë se jam merrem me njerëz me biznes, me biznesmen e me tjerë. Bëra ca kufizime të mia të mëdha. Ja, nuk doja. Se po doja të eskaloja i shpërlaja të gjitha. Po s'doja vetë realisht ta them me sinqeritet që nuk doja të kaloja asnjë lloj. Armir, ti çfarë shenjë je? Dash i pari. Prandaj po na eca energjia sot në studio se dash jam unë. Dash dhe ti? O, zot na rujt. Ne sa jemi taku sot, e kuptoj, ishte një kështu energji. Frikshme. Do më lejosh shkoj në pak marketing dhe rikthehemi shpejt në Live from Tirana.